Ju shkallëzoni. Apo, Okej. Vazhdojmë tutje rrjedhën e programit ton të ndëruar shikues, është koha për të ftuarin e ditës, por para se ta prezantoj të ftuarin, ju informoj që biseda e sotme është e incizuar, prandaj nëse keni ndonjë pyetje për të parashtruar për të ftuarin, këtë mos e bëni sepse nuk ka se si t'ju përgjigjet. Përndryshe, sot në studio kemi të ftuar Krenar Dobroshin, farmacist magjistër për kozmetik. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Ju kemi zgjuar pak herët, aq më tepër ju edhe më herët sepse keni ardhur nga Prishtina. Jo, është kënaqësi të jam këtu mesin e juaj. Nuk është problem të zgjohemi herët, çdo ditë është një repertuar i njëjtë. E kështu me kënaqësi erdha te kjo. Si kaluat rrugës fillimisht? Mirë. Ndonjë radar, ndonjë. Kishte radar, po i pam nga larg, kështu që s'pat kur fare problemi. Mirë, se ju shkojnë punët në përgjithësi, Krenar? Po punët janë mirë. Unë kam studiu jashtë vendit, në Stamboll i kam kryer studimet. Jam farmacist, e kam magjistruar në kozmetik. Dhe me të kthyer kam hapur një qendër estetike kozmetike dhe aty jam specialist për këtë deg. Punët janë mirë, jam i kënaqur me punën që e bëj, po ashtu edhe klientela janë të kënaqur. Dhe kështu vazhdon, është një punë që më pëlqen, pikë parë thuhet për një profesion që duhet ta duash, pastaj ta bësh, për që unë e dua atë profesion dhe besoj që çdo kush kur e don dikë me vullnet, kur bën diçka me vullnet, edhe punët i shkojnë mirë. Ka kohë që keni nisur këtë punë, sa po bën? Po, është afër një vjet, në prit bëhet një vjet që kam filluar këtë punë. Dhe aty performojmë analiza të ndryshme, ndër kryesorët që bëjmë është analiza e fytyrës, është analiza e flokut, analiza e trupit, disa tretmane tjera, shërbime tjera, dhe në kombinim me këto kemi edhe produkte të ndryshme sipas kërkesës. Nëse më lejon pak me shpjegu sa i përket analizave, është kjo analiza e fytyrës që e performojmë aty. Ajo është quhet ndryshe edhe analiza tridimensionale e fytyrës, është një vend futet fytyra aty dhe bëhet një analizë specifike e individit. Aty masim parametrat e ndryshëm si elasticitetin e lëkurës, lagështin e lëkurës, rrudhat, vijat e ndryshme, prodhimin e yndyrës, edhe disa parametra tjerë në vazhdim, dhe në këtë mënyrë e caktojmë tipin specifik të personit dhe në bazë të analizës caktojmë se çfarë produktesh duhet të përdor personi, edhe në këtë mënyrë vazhdon personi të përdor ato siç i propozojmë ne. Tjetër që ka performojmë aty është analiza e flokut. Ajo analiza e flokut po ashtu bën analizë karakteristike të fijeve individuale të flokut, e matë rashësinë apo diametrin, shpeshtinë e flokut, kafkën në përgjithësi, shëndetin e flokut, i shiqojmë poret, masinë e tyre. Dhe në bazë të analizës, përsëri është specifike kjo analizë dhe i preferojmë personit që ka është mirë të përdor, për shembull nëse është një flok i ndyrshëm, një lëkurë e thatë, apo nëse ka problem me ramjet flokut, diçka të tillë i propozojmë të sipas nevojës. Analiza e tretë në vazhdim është ajo e trupit. Quhet ndryshe si analizë segmentale e trupit, është aparatura e cila bën matje prej 8 pikave të trupit dhe kështu analizon peshën totale, peshën e muskujve, se cilën pjesë të trupit në përgjymtyr, në pjesën e abdomenit, aty tregon sa ka vjam, sa ka muskuj, në cilën pjesë duhet të upë më të tepër peshë, në cilën pjesë duhet të shtojë për shembull muskuj. Përveç asaj bën analizën e metabolizmit të trupit, aty mund të shohim se organet e tretjes a funksionojnë, sa i ka personi moshën, a është më i ri apo më i vjetër. Jashtë asaj bën edhe kalkulimin e langjeve në trup, sa ka personi langje, proteina në trup, minerale në trup dhe disa parametra tjerë. Pra është një pasqyrë e peshës trupore shumë e specifikuar dhe mbas saj propozojmë edhe këshilla, kemi edhe produkte ndryshme që personi kishte më qenë mirë me i pa. Në përgjithësi, cili është interesimi i njerëzve për të qenë pjesë e këtyre trajtimeve që bën tek ju? Interesimi mund të them që është mjaft i lartë, se është diçka e re në Kosovë. Njerëzit nuk kam dëgjuar ndoshta edhe më herët që ka analiza specifike, për shembull për fytyrë, për flok ose edhe për trup. Dhe në këtë mënyrë njerëzit e dinë më qartë se çfarë tipi të lëkurës e kanë apo të flokëve dhe në këtë mënyrë e dinë saktësisht se për çka kanë nevojë. Dhe mbas asaj kur e dinë nevojën e tyre, atëherë dhe efikasiteti i produktit është shumë më i lartë. Mund të them që interesimi më i madh është në analizën e fytyrës. Aty njerëzit e shohin edhe veten aty pikëpari, shumicës nuk i pëlqen vetja që duket aty se shihet gjitha parregullsitë e fytyrës, por megjithatë është diçka specifike edhe është shumë e pranueshme e pëlqyeshme për njerëzit. Por mund të intervenohet për çdo patjetër. Të interesuar njerëz. Patjetër. Për këtë kohë sa keni filluar, realisht paraprakisht të pyes, a ka pas diçka të tillë para se të hynit ju në këtë punë në vendin tonë? Analiza të tilla nuk ka pas, kështu të hap të stem, sidomos analiza e fytyrës edhe e flokëve nuk ka pas, edhe kjo e trupit është më sofistikuar.
Për atë arsye kanë gjallë shumë interesim tek njerëz, se shumica kur vinë dhe e shohin rezultatin e tyre me anën e syve të tyre, pavarësisht prej grafeve që shohin për shembull, kur e bëjmë krahasimin me fotografinë reale të tonë, atëherë edhe besimi është tjetër, edhe interesimi është shumë më i lartë, në këtë mënyrë ngjall interesim tek njerëz më tepër dhe njerëzit i besojnë asaj që shohin. Po. E keni menduar si ide të shtriheni edhe në qytete të tjera? Për shkak se nëse është dikush interesuar nga Prizreni, ndoshta do të ishte pak problem. Po të them drejtën, për momentin jam i fokusuar në Prishtinë, aty, mirë po ka mundësi për një të ardhmë jo shumë të lartë që ndoshta të shtrihemi edhe në rajone tjera. Po meqenëse se ka pas interesuar edhe për Prizrenin që kanë ardhur aty, që i kemi edhe klientë të rregullt, edhe të cilët kanë qenë të kënaqur me shërbimet tona. A mund të vijë çdo kush tek ju, apo ka persona të veçantë që duhen ti nënshtrohen këtyre trajtimeve? E mira e kësaj qendre estetike është që çdo kush mund të vijë aty. Pavarësisht normalisht caktohet një termin dhe vihet aty se përveç analizës ofrojmë edhe konsultim. Ai konsultimi është diçka shumë e rëndësishme në ditët tona, dhe kështu çdo kush është i mirë se ardhën, nuk ka nevojë që të ketë në një recetë për mjekut apo një propozim ose diçka, thjesht çdo kush mund të vijë aty dhe të di pasqyrën e vet të fytyrës, flokët, trupit apo për çfarë do të ka nevojë, dhe kështu që është e hapur për gjithë. Ju keni magjistruar për kozmetik. Është degë veçantë e farmacisë kjo apo si është në kuadër të farmacisë që ne njohim gjithë? Po, farmacia zgjat 5 vjet ku i kam mbaruar studimet në një universitet të Stambollit. Aty pas studimeve kam vazhduar me kozmetik, e cila është degë e farmacisë. Po në fakt kozmetika, kur përmendet kozmetika gjithë kemi në mendje një shmink, një grim thjesht, një buskush, një diçka e tillë, po kjo është shkencë, është më tepër shkencë, quhet ndryshe edhe kozmetologji. Pra është një shkencë e veçantë e cila mirret jo vetëm me produkte, po edhe me cilësinë e tyre. E analizon këtë lëkurën përgjithësi, shohim stresat e lëkurës, problemet me lëkurë dhe po ashtu edhe produkte se çfarë ka nevojë personi. Po mund të them që është në kuadër të farmacisë, kozmetologjia, që zgjat studimet zgjasen 2 vjet, pra totalisht 7 vjet duhet që të jetë një person i kualifikuar si magjistër i kozmetikës ose kozmetologjisë. Ju keni kaluar vite në Stamboll, besoj që edhe me turqishtën tash e keni punë të mirë. Fillimisht e keni gjetur këtë lloj inspirimi nga sallonet e atjehit për ta pruar këtu? Keni pasur bashkëpunim, përkrahje prej Stambollit? Po, është fakt. Me të fillu farmacinë drejtë me thonë nuk më ka shku mendi që një ditë ndoshta do ta kryej magjistraturën për kozmetik, mirë po të pa aty shumë vende, shumë shërbime, më ka duk sikur diçka shumë joshse, shumë interesant, diçka është, mund të them se është shkencë, dhe shkenca më ka tërheqë gjithmonë, dhe aty duke i parë teknologjinë se sa shumë kanë avansu, në gjitha drejtimet, më ka duke arsyeshme që edhe unë t'i bashkangjitim atij avancimit, dhe kështu t'i sjellë edhe një hurit që i bart me veti t'i sjellë edhe këto. Normalisht që kam bashkëpunime edhe me atje, bashkëpunim të vazhdueshëm, edhe jam vizitor i rregullt atje i panajireve të ndryshme, edhe po ashtu edhe disa produkte që i sjellin nga Turqia, nga Stambolli. Po. A është e domosdoshme receta e farmacistit në këtë kozmetik që për cilën po flasim deri në këtë çast? Jo, mund të them që nuk është e domosdoshme. Këto janë produkte të cilat mund të blihen thjesht nga rafti, mund të mirën vetë pa propozimin e mjekut apo farmacistit direkt. Kjo më tepër unë komendu në formën e konsultës, pra kur konsultohem me dikën, ja bëj një analizë, atëherë i them se është mirë të përdorësh këtë. Po asnjëherë të imponohem, duhesh ta bësh, se duhesh ta marrësh, se nuk e kam parë që është një metodë efikase. Nuk mund t'i imponosh dikujna, bëre këtë, bëre atë, nëse me të vërtet personi nuk beson, nuk ndihet për ato. Po është fakt që kur e sheh analizën, kur e sheh raportin e vet, atëherë bindet personi vet që ka nevojë për atë produkt specifik. Cili mendon se është ndikimi i farmacistit në shëndetin e njerëzit? Në shëndetin e njerëzit farmacisti ka mjaft shumë rol, se është një kontakt shumë i afërt me njerëz, me popullin, me barnat, dhe është një kombinim në mes doktorit edhe në mes të personit individual. Farmacisti në shumicën e vendeve të botës luan një rol kyç të konsultit. Është një konsult, mund të them shpeshherë është falas, që njerëz shkojnë edhe konsultohen për jo vetëm për produkte, për ilaçe, por edhe thjesht për veprimet ditore. Farmacisti në shumë vende shihet si personi i parë, të cilët personat ose individët, klientët
të sëmuri duhet ta kontaktojnë dhe të konsultohen për çfarëdo probleme që e kanë. Ndërsa në Kosovë mund të them që nuk kemi arrit ende në atë shkallën që personi të ketë atë shumë besim tek farmacisti dhe shkojë të konsultohet. Kjo rrjedh ndoshta për shkak se edhe farmacistët ndoshta nuk kanë edhe shumë durim që t'i shpjegojnë atë shumë njerëzve, ndoshta edhe njerëz nuk kanë ende aq besim ose nuk presin diçka të tillë prej farmacistit. Po besoj që me një të ardhme të afërt ka marrë koha që do të kthehet besimi tek farmacisti dhe ai do të luajë një rol kyç në mes të banave, sëmundjeve dhe personave kontaktues. Për shembull, si qëndron Turqia përballë këtij fakti, me që veç keni kaluar vite atje? Mund të them lirisht që Turqia ka avancuar në sektorin e farmacisë, kozmetikës, farmaceutikës në përgjithësi. Njerëz thjesht kur shkojnë me një banatore, ata nuk shkojnë ndoshta vetëm se kanë nevojë për një ilaç, për një kokë dhëmbi ose diçka të tillë, por shkojnë thjesht për një konsult. Shkojnë të kalojnë ndoshta edhe pak kohë aty, shohin produktet e ndryshme, shohin risi, pyesin, komunikojnë. Mund të them që ndoshta komunikimi është më i lartë. Se kur ka komunikim, atëherë edhe njohuri, shpreha atyre vjen në shprehje edhe më tepër. Kështu që mund të them që kanë avancuar në këtë drejtim. Kisha dashur të kthehemi pak edhe një herë te produktet, kualiteti i tyre dhe ndikimi i tyre në trupin e njerëzit. Cili është ndikimi i përdorimit të drejtë të këtyre preparateve në trupin tonë? Nëse përdoret një produkt rregullisht, sikurse është i specifikuar, atëherë ai produkt patjetër do të ketë efekt tek personi. Normalisht se gjithë nuk jemi njëjtë, nëse kur përbohet prodhimi i një produktit, ai do të ketë efekt tek 85%, ndoshta 90% njerëzve, 10% do të mbështesin jashtë asaj. Mirë po, efikasiteti është shumë i lartë nëse përdoret sikurse shkruan në udhëzim. Pika e parë duhet të dimë për çka kemi nevojë. Ajo është pika e parë. Pika e dytë është për cilën produkt specifik kemi nevojë. Dhe e treta është përdorimi i saktë. Nëse bëjmë një kombinim të tillë, atëherë produkti do të ketë efekt. Nëse prodhuesi shkruan në udhëzim se si duhet të përdoret një produkt, sa kohë, sa herë në ditë, atëherë ai tregon që prodhuesi ka bërë studim në atë, e ka testuar në shumë njerëz, në shumë vullnetar, edhe e din saktësisht se çfarë efekti ka. Dhe nëse personi përmbahet asaj, atëherë ai do të ketë efekt prej atij produkti. Meqense fatkeqësisht në Kosovë qarkullojnë mjaft produkte jo efikase, edhe problemi i tyre është që për shumicën nuk dihet origjina e prodhimit. Nuk dua ta ceki me emër se cili lloj specifik i produktit, mirë po vet e kam provu. Sa kam qenë në studime, kam provu dhe kam përdorur rregullisht me vite një shampan dhe kur erdha këtu kam vazhduar përdorimin e saj, kam parë problem me flok. Dhe unë një shembull konkret i prodhimit ose i mallrave jo adekuate që sillen këtu, origjina e tyre vihet në pikpyetje, a prodhon këtu, a prodhon në rajon, apo edhe vendet ku prodhon janë të dedikuara për tregun ton, që mund të them që cilësia e tyre në krahasim me vende tjera është shumë më e ulët. Flet për produktin e njëjtë, por me kualitet të dalluar? Po, është dukshëm ndryshon, edhe atë mund të them studim fakt nuk kam bë, po kam pyet shumë njerëz dhe kam parë që edhe tek ta efekti ka qenë negativ. Pra njerëz fillojnë me kohë edhe shumë drejt e kanë që fillojnë me kohë ta humbin edhe besimin në produkt. Përdoren diçka rregullisht ndërsa çmimi është i lartë i produktit, mirë po efikasiteti është shumë i ulët. Për atë arsye humb besimi dhe është vështirë të gjejmë produkte efikase, mund të them origjinale që dihet origjina e prodhimit të produktit dhe të përdorim pa asnjë brengat produkt. Realisht, Krenar, cili mund të jetë ndikimi më negativ i mundshëm nëse përdorim diçka të papërshtatshme që nuk na e duron trupi, për shembull. Çfarë mund të ndodhë në skeç? Po, për shembull konkret i marr një lëkurë e ndryshme, nëse përdor një krem për lëkurë të thatë, ose nëse një lëkurë e thatë përdor një krem për lëkurë të ndryshme, efekti do të jetë shumë i dukshëm negativ. Për shembull, lëkura e ndryshme nuk mund asesi të përdor diçka të lëkurës thatë sepse krijon komedonet apo krijon këto problemet me lëkurë në formë të akneve. Edhe impakti shihet në vërtet në pakënaqësi dhe personi shpreh pakënaqësi ndaj produktit, ndaj personit tjetër që i ka propozuar produkt dhe kështu si pasojë lindin negativitet në person. Përdorimi i saktë i produkteve ka rëndësi shumë të madhe, se ai është një shembull shumë i thjeshtë, mirë po shembull të tjerë mund të jenë për shembull rrëmja e flokut, disa produkte mund të shkaktojnë rrëmje flokut, përdorimi jo efikas i ngjyrave, i hidrogenit që përdoren vazhdimisht. Këto mund të çojnë deri te pasoja tjera që krijojnë pakënaqësi në vazhdim. Çfarë do të më këshillojë mua për këto flokët e mi që kanë filluar të mbinë? Po duket shpeshtia ndoshta pak është në nivel, meqense
varet shumë edhe nga shamponi çfarë përdor, shamponi pikë pari, pas asaj varet edhe aktiviteti fizik, nëse personi është aktiv gjatë javës ose gjatë muajit, atëherë qarkullimi i gjakut është më i lartë dhe në këtë mënyrë arrin më tepër materie ushqyese tek flokët e rënja e flokut. Përveç asaj, përdorimi i tjera preparateve, nëse personi për shembull ka problem me rrëmjet flokut, shpesh ndodh që kanë problem edhe me thaj, sepse është struktura pak a shumë e njëjtë. Floku është protein, edhe thajt janë proteina, kështu që ndoshta ndonjëherë është mirë që të marrim proteina shtesë në formë të multivitaminave. Pastaj duhet të kemi kujdes në ushqim, duhet të ham sa më tepër ushqim që përmban proteina më shumë, po ashtu edhe minerale të tjera. Ndër këto kryesorët është banana, përmban proteinë shumë të lartë, ka dhe potasium. Jashtë asaj është edhe mishi i bardhë, që ka proteina mjaft shumë, edhe peshku, po ashtu që ka edhe minerale të tjera si omega 3, 6, 9, 12, ato preferon që të paktën një herë deri në 2 herë në javë të ushqim. Pra mundon me thonë që ndoshta në ndryshim i vogël, kishe me vrejt me kohë, po mund të vrejt. Telefonoj me tregu rezultate. Patjetër, ta bëjmë analizën edhe kryhet. Mirë, a të vim me kamera apo të vim kështu doni? Folëm pak më herët për produktet dhe produktet e mira, produktet jo adekuate. Si ti njohim këto produkte ne? Si njerëz të thjeshtë të cilët duam të bëjmë çare, siç thot populli. Me të vërtet nuk është një punë e lehtë. Unë, si profesionalist i kësaj lëmie, kam provu, kam ble diçka, tu besu që është prodhimi i sakt, origjina dihet dhe kam parë që nuk ka efekt tek unë. Ndërsa produkti i njëjtë para mund të them 6-7 muaj ka qenë shumë më efikas. Për njohjen e produktit, pikë pari duhet të lind dyshimi për produkt, atëherë fillon hulumtimi për atë produkt. Zakonisht vrehet në amballazh, amballazha vrehet, mund të krahasohet amballazha këtu, edhe nëse him në internet mund me po amballazhin në vendin e origjinës, se çfarë dallojnë ato. Jashtë asaj vrehet kjo stiku që ngjitet, emërtimi që ngjitet të produktit, aty mund të shohim se ka shpesh dhe gabime gramatikore mund të ketë, gjuha mund të jetë jo e drejtë, ose diçka tjetër që vrehet kompanitë serioze, kur e bëjnë prodhimin e produktit, çdo gjë është në rregull. Nuk guxon që emërtimi, ajo letra të jetë për shembull e ngjitur e dyfirs ose diçka e tillë, duhet të jetë 100% e saktë, e mirë duhet të jetë gjithkohë. Edhe produkti nuk ka mundësi që të rrjedh dikon të jetë i ndotur ose diçka e tillë. Këto janë ndër pikat kryesore. Tjetër që mundet me bo, mundet personi me hulumtu për përbërësit që shkruajnë aty prapa dhe me krahasu me përbërësit e vendit origjinës se a janë të njëjtë as është. Po fatkeqësisht po ka edhe manipulime të tilla që po mirret, për shembull amballazha e originalit dhe po mbushet me një produkt tjetër. Këtë më së miri është që personat të bëjnë një hulumtim në vetvete dhe të përdorin një produkt, për shembull minimum për një shampon ose diçka e tillë, merr pak kohë, 2-3 muaj duhet me përdor vazhdimisht, që ta di efektin saktë se çfarë efekti ka në flokën e lëkurë. Këto janë disa prej pikave që janë të rëndësishme dhe pika e fundit që personi ta dallojë një produkt të mirë ose jo të mirë, është që ta testojë në vete për një kohë dhe pastaj të bëjë ndrimin e tij. Çfarë i këshilloni zakonisht klientët të cilët ju vizitojnë dhe kërkojnë ndihmën tuaj? Duhet të dimë që dielli është armiku më i madh i njerëzit. Po pa diell nuk ka jetë. Po në fakt është edhe armiku më i madh në aspektin e dëmtimit që i shkakton lëkurës. Dielli njihet si shkaktari i 80% të plakës së parakohshme dhe vetëm 20% ne plakemi si natyral. Pra këto vijat, rrudhat, pigmentimi, hiperpigmentimi, njollat që krijohen, rrudhat në vazhdim, ndoshta edhe më keqja që vi deri te mutacionet e gjeneve tona vjen nga dielli. Unë i këshilloj pikë pari njerëz që sa më pak të kalojnë kohë në diell. 15 minuta është e mjaftueshme që të ekspozohemi në ditë, në dritë të diellit dhe në këtë mënyrë organizmi jon do të prodhoj vitamin D të mjaftueshëm për atë ditë. Po çka është mbi 15 minuta mund të them që është e dëmshme, por nëse personi vazhdimisht mbrohet edhe me produkte të cilat mbrojnë nga dielli me faktor të lartë 20 e sipër, po ashtu nëse vënojnë syze, kapela me mongë që janë pak më gjata, edhe i shmangon orës 11 deri në 3, atëherë rrezikshmëria është shumë e ulët. Por megjithatë unë i këshilloj pikë pari me pas sa më shumë kujdes për diellit, sepse për analizave që i përformoj, aty mund të shoh se sa kohë personi është ekspozuar në diell. Dhe aty e shoh që shumica e tej kalojnë atë masën normale për moshën që e kanë. Rrallë ndodh që dikush është ekspozuar më pak se që ka pas nevojë, se gjithë kemi qejf të rrezitim të marrim një ngjyrë të mirë, të dukemi më atraktiv.
që zgjatë ndoshta 1 muaj ose 2, mirë po këto problemet janë të vazhdueshme që mas një kohë shfaqen në forma të ndryshme. Efektet anësore vazhdojnë. Më përvjen keq që dal nga dal duhet ta përmbyllim këtë temë, pavarësisht se është tetë interesante, nëse kemi harruar diçka të flasim, diçka me vlerë që ke bërë plan ta thuash lirisht. Po ndoshta po është mirë me cek që ndryshimet e vogla që i bëjmë tek ne ose investimet e vogla që i bëjmë mas një kohe kanë me qenë shumë të mëdha. Për shembull, një kujdes më rigoroz i diellit, nëse shfaqemi më pak në diell, mas një kohe në krahasim me moshatarët tonë do të plakemi shumë më ngadalë, shumë më pak, do të kemi shumë më pak probleme të tilla. Nëse e bëjmë një përzgjedhje duhur të produkteve që i përdorim, atëherë ato do të ndikojnë pozitivisht tek ne, se ndoshta nuk është e tëra tek produkti i mirë, po çka fshihet pas një produkti të mirë është ndjeshmëria e mirë. Kur ndihesh mirë me personalitetin tënd, me pamjen që është në pasqyre, atëherë pozitiviteti rrjedh prej brenda dhe ajo shfaqet jashtë. Pra, ajo shpreha që vlen të thuhet që bukuria vjen nga brenda, është shumë e vërtetë se investimet vogla që i bëjmë në vetvete mas një kohë do të kenë shumë ndikim te na, do të jemi shumë pozitiv. Unë falenderoj shumë që gjete kohë me qenë këtu dhe të dëshirojmë sukses në rrugën që ke nisur. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Vazhdojmë tutje rrjedhën e programit tonë të nderuar shikues, ishte me ne Krenar Dubroshi, magjistër për kozmetik farmacist. Jemi bashkë deri në orën 10.